Kombëtarja e Kosovës në futboll sot në Murcia të Spanjës do të përballet me Islandën në ndeshjen e kthimit të play-offit në Ligën e Kombeve, ndeshje që do të transmetohet drejt për drejt në RTK. Dardanët në këtë sfidë e jetë e rëndësishme në garën për kualifikim në Ligën B të Ligës së Kombeve hynë me epërsinë e lojës së parë prej 2-1, ndeshje kjo e luajtur 3 ditë më parë në Fadil Vokri. Kosova edhe në duelin kthyes në islandezëve nuk do të mund të llogarisë në shërbimet e disa lojtarëve standard për shkak të lëndimeve, derisa listës së lëndimeve janë shtuar dhe Aro Murić dhe Donat Rodani. Megjithatë, përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda është shprehur optimist se dardanët mund të marrin një rezultat pozitiv në ndeshjen kthyese kundër Islandës. Sipas tij, Kosova është përgatitur mirë për duelin e dytë me islandezët. Foda mendon se gjasat përfitore janë të barabarta. Siç kam thënë më herët, do të jetë një përballje vështirë. Gjasat janë 50-50, kjo është dëshmuar dhe në ndeshjen e parë. Islanda është skuadër që ka lojtarë shumë të mirë, sidomos në aspektin defensiv. Do të jetë shumë e rëndësishme për ne se si do të luajmë. Do të tentojmë të luajmë lojën tonë, të krijojmë raste dhe shpresoj se do të shënojmë gola, ka pohuar Foda. Ndeshja Island-Kosovë fillon në orën 18.